Une po e interpretoj që mas burgut, mas luftës Kroaci, mas themelimit të QK-s, inspirimit për asharve, këtë thot, une jam pasar si asharve, aj ovro me kitë familjen, une kom e bo njejt. Edhe e pyet gazetari BBC-s në intervist, a kështë e dekti për verin tonë, se kjo non stop thojnë që është hujt, ju të hujt, kur s'keni me na animu, kur s'keni me na me sakrifiku, sepse une ju kom po Bosnë, e keni lanë gjakun dhe ngu mu bo dhe sa ju keni intervenu, edhe e shonin të hujt, në moment gazetari anglez e vetë, aride, nas luftojnë për ty, ti ja lufton për ty, ti ja dek për ty. Më duke shumë rënë me ja boj që të pytja, për nejse, ja bona edhe dul që ajo shprehja epike e Femila Drovsi që thot, ndra jeme është me dekë që ashtu. Edhe, a di dikur kështë ta thot që për një me e menon, unë e shisha që kjo ma vonë, kur ja kom gjezu historinë, që kjo ndër më bërë ka po, një ditë nëse paramenon vetën që është me dekë në luft.